Skena muzikore shqiptare vazhdon të shkëlqej me projekte të reja muzikore që e pasurojnë muzikën ton të mirëfillt shqiptare. Një ndër këto prurje është edhe balada më e fundit e këngëtarit tetovar Besir Ismaili, Dedikim, e cila është lansuar ditë më parë në kanalin e tij zyrtar dhe në rrjetet e tij sociale, por që ne e kemi parë dhe e kemi pëlqyer këtë këngë. Unë nuk hezitova dhe eftova Besirin në studio për ta promovuar këtë këngë edhe në programin ton, gjithashtu edhe për të folur edhe për këtë këngë, realizimin e kësaj këngë, gjithashtu edhe për projektet e tjera të tij dhe rrugën e tij artistike ndër vite. Përshëndetje Besir dhe mirë se na erdhe. Përshëndetje, Miss ju gjej, është kënaqësi të jem pjesë e emisionit tuaj. Është kënaqësi edhe jona që këtë mëngjes ta ndajmë së bashku për herë të parë me ty në studio, me një artist i cili ndoshta nuk ka atë famën e madhe, por që bagazhin e tij artistik të mirëfillt e ka çdo herë. Ta them shumë sinqerisht. Unë jem një këngëtar, një artist i cili kam një rrugtim goxha të gjatë në muzikë. Kam filluar nga shkolla fillare e muzikës. Talenti im është të vërejtë që në moshë të hershme të vogël, dhe me thonë për një shkollë fillore dhe duke vazhduar në shkollën e mesme të muzikës dhe në Akademinë e Muzikës. Prandaj e thash, duke të njohur nga afër, e di që rruga jote nuk ka qenë edhe aq e lehtë në një shtet sikur i joni, sikur rrallë vlerëson artistët, për fat të keq unë çdo herë them këtë, por që jemi ne ata që mundohemi t'ju mbajmë gjallë në media, t'ju promovojmë dhe t'ua shtrim dorën në një farë mënyre, Besir. Ideja ishte që ta promovojmë edhe në programin ton këngën tënde Dedikim, që do e shohim pas pak, por fillimisht dua të di se si lindi ideja për të krijuar këtë projekt. Fillimisht ideja ishte e përbashkët e imja dhe e tekstshkruesit këngës. Tekstshkruesi është një djalë i ri nga Prishtina, Flakra në Vosat, cilin e falenderoj shumë. Idejat ishin të përbashkëta, të cilën në vazhdim e përfundoi në mënyrë të mrekullueshme producenti më i njohur shqiptar Ardian Kastrati. Nisi gjithçka me tekstin e kësaj këngë, a? Fillimisht është realizuar teksti, pastaj është bërë kompozimi i këngës. Ajo ka pas një melodi komplet ndryshe, po mirë po fal producentit, cilin e transformoi në një, po them, për mua një kryevepër. Dhe pika kulminante e para realizimit të klipit ishte si do ta quajmë këngën. Edhe në diskutime sipër me grupin tim, vendosëm që këngën ta quajmë Dedikim. Është shumë i rëndësishëm pastaj edhe titulli i këngës, edhe Dedikim, sikur të ngjallat kurreshtjen pak se vallë për çfarë flitet në këtë këngë. Kujt në thelb i dedikohet kjo këngë? Besir. Kryesisht për këtë e ka përgjigjen kompozitori. Unë disa fjalë kam ndihmuar aty, kemi largu, kemi shtu disa fjalë ndërmjet, mirë, po ideja konkrete ishte e kompozitorit. Ka të bëjë diçka me jetën private ose jo? Është e dedikuar? Nuk është e dedikuar. Ndoshta nuk e... Dikujt mund t'i dedikohet. Po, dikujt mund t'i dedikohet, unë nuk kam qenë kurios të pyes kompozitorin për këtë çështje. Të gjithë po më bëjmë pyetjen se mos mendojnë që është e imja personale. Një dedikim i imi personal, mirë po nuk është. Është ideja e kompozitorit edhe ndoshta ai e ka dedikuar dikujt nëpërmjet këngës që e ka shkruar për mua. Padyshim, andaj artisti duhet të jetë i shumë anshëm dhe shumë dimensional në këtë rast për ta shfaqur në ekran dhe deri tek publiku që vërtet unë po ja dedikoj dikujt, por nga ana tjetër nuk ka të bëjë ndoshta me ty. Andaj quhet artist, kuptohet. Dua të di, mirë, para se të flasim gjërësisht për këngën, unë dua të shohim njerë, të ndjekim këngën dhe të rikthehemi në studio për ta komentuar edhe këngën edhe gjithçka tjetër që do e kemi në këtë minutazh në dispozicion. Ndjekim këngën Dedikim nga Besir Ismaili dhe rikthehemi në studio pastaj për ta komentuar.
Të pash pas shumë vitesh, shumë kishe ndryshu. Dashurin e paro shpirt, a e ke haru. Zani që m'ka thirë, mës të shpesh ti në mërë. Nuk kam prit që ki me ik, me lëndu këtë zemër. Shumë po vujt për ty o jeta ime, kërkujt s'ja kam than. Unë për ty e kalli botën, e shkatëroj dynjan. Shumë po vujt për ty o jeta ime, kërkujt s'ja kam than. Unë për ty e kalli botën, e shkatëroj dynjan. Kur më thoje, veç që jo t'ja jam. A e ndjen mungesën, kur afer nuk jam. Në ndër kur më dole, dhe më përqafove. Halal nuk ta bëm ty zemra, që e lëndove. Shumë po vujt për ty o jeta ime, kërkujt s'ja kam than. Unë për ty e kalli botën, e shkatëroj dynjan. Shumë po vujt për ty o jeta ime, kërkujt s'ja kam than. Unë për ty e kalli botën, e shkatëroj dynjan. Shumë po vujt për ty o jeta ime, kërkujt s'ja kam than. Unë për ty e kalli botën, e shkatëroj dynjan. Shumë po vujt për ty o jeta ime, kërkujt s'ja kam than. Unë për ty e kalli botën, e shkatëroj dynjan. Tamam, dedikim, Besir. Një realizimi përkryer si këngës, tekstit, kompozimit, gjithashtu edhe videoklipit. Tamam e kompletuar, tamam një dedikim që i kushton dikush dikujt. Po, edhe je mundu me i dhonë shumë shpirt, me thonë gjatë këndimit edhe gjatë skenave të cilët e kemi gjiru. Sikur me qenë për mua kjo, jo që vetëm është këngë artistike dhe shumë jëmë përkushtu jashtëzakonisht shumë dhe e kam shiu jashtëzakonisht. Po, le të flasim pak edhe për pjesën e ingjizimeve, realizimi është bërë në Maqedoni ose sepse ka disa skena të ndryshme në videoklip? Po, videoklipi është realizu këtu në Maqedoni. Janë skenat të cilat i kemi mendu jashtëzakonisht gjatë dhe në kanë marrë shumë kohë. Pasi që edhe kur diskutoni pak më herët në backstage, thash se jam po du me qenë diçka, me po diçka të veçantë, jo të çdo ditshme. Jo, diçka që është përsëritur shpesh. Po, është përsëritur apo diku në studio vetëm thjesht apo se neve kemi edhe gjërime dasmave çdo fund vit me këngë popullore festive. Ato janë pak më të thjeshta, tash vendosëm me bërë diçka pak më të veçantë. Kjo pjesa, skena e parë... Skena e shkëmbinjeve, shumë e veçantë. Po, kjo është shumë e veçantë. Kjo pasqyron një dashuri të ngurtë, me thonë skena e parë. Ato shkëmbinjët e mëdha janë diku mbi 30 ton një shkëmb, edhe
gjithë këtë skenën e kam mendu unë, e kam realizu, e kam përgadit. Skenarin mendon? Po, skenarin edhe gjithë të skena i kam mendu unë vetë. Jem detajist shumë. Jem lodhë shumë të zakonisht me skenën e parë, pasi që edhe më kanë ndihmu, shumë miqtë e mi më kanë ndihmu për realizimin, për të arrit, domethënë, këtë skenën për ta kriju. Sigurisht që duhet një ekip e gjerë. Po, angazhim shumë i madh, teknik shumë i madh, pasi që shkëmbim të gjallë ato, jo vetëm improvizime nga stiropori apo diçka tjetër. Ose nga teknologjia. Po, janë diçka të gjallë. Në ditën e sotme, po nuk është e çuditshme që çojmë edhe teknologji artificiale në shumë videoklipe pastaj. Ndërsa kjo është realizuar në vend të caktuar me shkëmbim të gjallë, të cilët janë 30 tonë. Po, 30 tonë një ishte i rëndë, ashtu si thoshte ai miku i cili i ka ato. Dhe pastaj vazhdon pjesa tjetër të vila, ato detalet e trëndafilit e kështu me radhë. Desha që tjetë e veçantë pak, edhe pjesa e dytë, mos jetë një vilë e çdo ditshme, po them tjetë pak më e veçantë. Mos ishte konsumuar pak më herët. Tamam, dedikim i kompletuar. Po, dedikim. Dedikim që përshkruan një dashuri e cila më tani jetën vetëm në zemër dhe jo në jetë. Besir, realizimin e videoklipit me sa pash e ka bërë Vigani Bishi. Vigani, dhe më thënë, i përkryer si çdo herë në çdo punë të tij që e bën, me skenat, me idet e skenave tua që i ke ndruar, por që kanë dalë, dhe më thënë, në pa nga duart e tij. Sa u ndave i kënaqur? E falenderoj jashtëzakonisht shumë Viganin, bashkë me vëllaun e tij Valdrinin, edhe komplet stafin e tyre, Johanna Production, janë të përkushtuar shumë, janë shumë të sjellshëm, punëtor jashtëzakonisht, i falenderoj shumë dhe jam kënaqur që i kam bashkëpunëtor të tij. Përmendëm që ka 2-3 skena të caktuara në këtë videoklip dhe që japin dritë dhe hieshi gjithë videoklipit. Po më thuaj, ndonjë skenë të veçantë kështu që do e mbash mend gjatë realizimit, çfarë ka ndodhur, diçka interesante? Sepse punë e vazhdueshme, e di që ju kanë shkuar dikun 4-5 ditë derisa është realizuar i gjithë ky videoklip. Domethënë, te pjesa e parë ishte diçka më e veçantë. Ka fundi xhirimeve filloi një ftohtë ashtu, u mordhinëm shumë. Edhe ishim shumë kurioz ta shohim se si ka dalë. A jemi skuqë ajo prej ftohtës? Po ajo ndonjëherë del edhe më mirë. Po, ndonjëherë del edhe më mirë, po ne të mundu dhe me këse të kompleksum dale sa më mirë, se bashkë tash në fund gjatë përgatitjeve ishte koha e mirë shumë. Edhe pritëm, dhe më thonë, të bëjë mramje, edhe sa po rateri, fillon një ftohtë. Edhe fillon mërdhimi. Është xhiruar diku para një muaji e 2 maksimum, a? Para 2 muaje. Në kulmin e dimrit. Po, dhe më thonë, fund djetorit është xhiru. Fund djetorit. Pjesa e dytë ishte diskutime kur e xhiruam, ta xhirojmë sot apo nesër. Pjesa e dytë e ke fjalën te vila. Te vila, po, edhe po them, ai xhirojmë sot, një ditë më herët. Edhe shkojmë me xhiruam, këtë rregull, deri në mbrëmje e realizuam, edhe unë isha kurioz të shoh fotot mbi dërgon te Vigani për videos që kemi bërë, derisa del komplet klipi, edhe kur do zgjohem mëngjes kur të shoh borën. E pa pritur, e? E pa pritur tash kishim në, për nesër në kish kap edhe bora, edhe dhe ishbo komplet diçka më ndryshe prej kësa që po e shohim. Po mirë, prap se prap e kishtuar bukurin të vila bora nëse do kishte qenë. Por ndoshta skenari juaj do kishte pas mundësi të prishet, a? Po, nuk dhe ishte ai që është prej të skena e parë. Po, realisht po, pastaj nga që në skenën e parë është ambienti jashtë me gurët dhe do kishte ndryshuar, po.
Për bashkëpunëtorët e tjerë, zakonisht i ke të njëjtët kompozitorën, tekstshkruesin, ose ka qenë hera e parë që i ke marrë në këtë projekt? Unë kam bashkëpunuar edhe me disa tekstshkrues tjerë, edhe me producentat të tjerë. Mirë po këto të cilët kanë punuar të kjo këngë, janë më të zakonshmit, që nuk i ndroj. Kam edhe disa projekte të tjera që kemi punuar bashkë. Më thënë nuk ka qenë hera e parë? Jo, edhe ma herët kemi punuar, edhe tash vazhdojmë të punojmë disa projekte të tjera me radhë, me po të njëjtit bashkëpunëtor. Ne folëm për këngën, por nuk e di si është mirëpritur nga publiku, nga gjithë ata që të përkrahin çdo herë Besit. Cilat ishin ato reagimet e para që more, komentet e para pozitive, patin ndonjë kritik ose jo, se unë mendoj që edhe kritikat pozitive dhe negative i merrti si pozitive çdo herë, sepse gjithmonë një artist duhet të jeti përkryer kur ka edhe kritika negative për të përmirësuar pastaj ato. Realisht, unë jam i kënaqur prej feedbackut që kam nga kënga. Është pritur jashtëzakonisht mirë. Nuk kam pas kështu pritshmëri që do të jetë kaq e mirë pritur. Por disi pas ka vletur mundi që kemi bërë për këtë projekt, për këtë realizim, e ka mirë prit dhe e ka vlerësu publiku jashtëzakonisht mirë. Mos e teproj, po nuk kam pas asnjë kritik. Edhe pse do të kisha pas dëshirë të kem kritik, që ta kuptoj çka po mungon. Unë jam njeri i cili asnjëherë nuk ju kundër përgjigjem kritikave. I pranoj dhe për të përmirësuar në të ardhmen, kuptohet. Po, nëse don që me u përmirësu dhe unë i marr për pozitive. Por vërtet nuk kishte vend për kritika në këtë projekt. Ta them hapur, sinqerisht. Shumë këngë e mirë, shumë këngë mirë e realizuar, gjithashtu edhe teksti ishte okej, edhe videoklipi, gjithçka ashtu si duket një balad. Po, kur jemi te baladat, mendoni se kanë më shumë ndikim emocional zhanri i baladave, gjejmë veten më shumë te baladat, edhe pse ti më shumë jem në këngët ritmike dhe ato popullore, i pranishëm pastaj edhe në ajengje familjare, që do flasim pak më vonë. Baladat janë zhanër i muzikës të cilën e dëgjojnë gjithë kategoritë e njerëzve. Po. Gjitha moshat, gjithë kategoritë e njerëzve dhe një pjesë e konsiderueshme e publikut e gjen veten në baladat të caktuara. Ty të prekin më shumë, i ke me përqefi baladat ose ku e gjen veten më shumë? Më varësisht për emocioneve, si jam emocionalist dhe ashtu do një kur jam ma happy, dhe gjë këngë ritmike, këngë verore. Kur jam sidomos kur është koha e mërzitshme, kur nuk jam disponim, dhe gjë më shumë balada. E pse përzgjedhët këtë stil muzikor pikërisht me këtë baladë, në këtë gjithë angazhim që u munduat ta përmbledhni? Dhe jo ndoshta ndonjë këngë ritmike, apo nga që ishte stina e dimrit dhe në dimër zakonisht kërkohen baladat? Po, kështu, unë kam si background një pjesë goxhat të madhe të angazhimit në muzikën popullore, të cilën tashmë kemi arritur në një stand të mirë, edhe po mendonim që të rikthehemi në atë artistiken të cilën edhe jemi prezent. Aktualisht, po. Kjo balad ishte me vërtet balad shumë e bukur dhe mendoja që t'jetë si goditje e bukur për fillimin e epokës artistike, të quaj kështu. Kam edhe disa këngë më herët artistike, mirë po kjo është si një epoke e re. Një rikthim i ri. Po, një rikthim i ri në vlerët artistike. E sa ka qenë e vështirë, Besir, për ty që të eksperimentosh në disa zhanre të muzikës shqipe? Po, të them drejtën, jashtëzakonisht e vështirë. Pasi që unë jam këngëtar i muzikës artistike, i muzikës mirëfill,
dhe nuk jam këngëtar nuk jam shumë këngëtar komercialist. Mirë po, tregu, publiku dhe rrjethi detyron që t'jesh më komercialist. Edhe mua më ka shkuar, më ka kalu një periudhë e gjatë kohore, derisa kam arrit... Nga shkollimi? Po, nga shkollimi, më tash, derisa kam arrit që dal ka dal t'i thej ato barierat e mia artistike që të jem i kanalizuar edhe në pjesët komercialiste, në pjesët cilët jo që edhe më pëlqejnë shumë, nuk duhet t'i bëj, po jam i detyruar. Natyrisht, mirë tha që edhe rrethin do njerë të detyron, dëshirat, kërkesat e njerëzve, pastaj ju keni punë me shumë njerëz, gjithashtu jeni prezent edhe në shumë dasma. Unë para se të kaloj të dasmat, dua t'i njoftoj shikuesit që Besiri, shikues të nderuar, është i vetmi student që ka kaluar nga Kastriot Tusha, të me thënë shkollimin e ka kaluar solo këndim nga Kastriot Tusha, kjo është për t'u përshëndetur dhe andaj unë në fillim e përmenda që është artist i rallë, është artist i kompletuar, por që nuk ka qenë shumë i ekspozuar, andaj ishte ideja që ta thras dhe të flasim edhe për rrugën e tij artistike, të përgëzoj shumë, po dua të di se si ka qenë bashkëpunimi dhe sa të ka vlerësuar Kastriot Tusha i madhe? Unë spontanisht pata fatin nga ishte si një audicion, mini audicion në Akademinë e Muzikës. Dhe unë isha fillimisht student i profesoreshës Nita Lumani, cilën e përshëndes jashtëzakonisht shumë, është shumë e mirë, edhe ka me të vlera të ndaja artistike, është edhe si njeri është shumë profesoresh e mirë. Nga i audicion kalua po unë që t'jem student i Kastriot Tushës. Dhe me thonë, edhe profesori në akademi për mësuar një student të cilin do të zgjidheshte nga ai audicion, do të del nga ai audicion. Po të fatin që unë t'jem aj dhe më them në realisht një dy net mira shumë nuk unë flet pregzimit. O, sa mirë. Ishte me dëtet si ta them... E konsideron si arritjen më të madhe deri më tani në rrugën tënde artistike? Po. Edhe këtu me përfundu karrierën tim artistike, nuk kom ngelen pik për asgjë, pasi që të arrish të punosh me një njeri të tillë, nuk e di sa njihni nga afër, profesori është legjendë gjatë, po them. Është njeri i rallë, mbështetje të larta njerëzore, edhe profesionalist në punën e tij mos diskutohet, do të thonë është një. Për profesionalizmin e dim, vetë gjithë shqiptaria e njohim, të njoh nga afër nuk e njoh nga afër, edhe pse dëshirë e madhe do të ishte që ta njoh nga afër dhe të bashkëbisedoj sikur me juve kështu momentalisht, sepse vërtet ka vlera të larta artistike njëherit, pastaj edhe njerëzore me aq sa kam dëgjuar kuptohet për profesorin. Mua më vjen mirë që një djalë si ti, Besiri, të jetë, dhe me thënë, i shkolluar nga ai, sepse vërtet kjo të ngrej në piedestal pastaj edhe më tepër në karrierën tënde muzikore dhe të ndihmosh që të ngrihesh sa më shumë, të ngritesh më lart. Realisht, sa mendon se njerëzit mund të vlerësojnë edhe më tepër pastaj gjithë ata që e din që ti je i shkolluar nga vetë ai? Ke fituar në fakt audicionin. Po, profesori është diçka e jashtëzakonshme të kesh të bashkëpunosh me të, dhe kam fatin që edhe shumë herë kemi kënduar bashkë, më ka ftu në disa koncertet e tija që kemi kënduar bashkë. Së fundmi ishim në Tiranë në koncertin e organizuar nga profesori, me ishtë studentët e tij më të suksesshëm që gjatë karrierës së tij që i ka shkolluar ai, dhe kisha nderin të jem unë pjesë nga Maqedonia e Veriut. Vlerat të cilët, si të them, merren nga profesori,
ato vlera ekspozohen gjithkund dhe i vlerësojnë ata të cilët e dëgjojnë muzikën e Mirëfillt, janë të kulturuar në një farë mënyre, dëgjojnë një muzikë pak më ndryshe nga të tjerët. Ajo e përditshmja. Nga e përditshmja, nga ajo komercialja, dhe jo pak është ajo vlera e cila transformohet nga profesori dhe e kam, si thëmë, dhurat nga ai. Brava. Besir, po çfarë vlerësoj më tepër nga ti, profesori? Profesori... Edhe cila është këshilla që do e mbash gjithmonë pas vetës? Besoj që ta ka dhënë ndonjë këshillë. Po. Njerë ishim me profesorin bashkë, pasi që edhe jashtë mësimit shpesh shoqëroheshim me profesorin edhe ishim duke kaluar në qytet, atje në Tetov, për të pi një kafe edhe profesori përshëndette çdo secilin, edhe një më të vogël, një fëmijë edhe kështu me radhë, edhe une e pyeta profesor, thash, shumë je modest, pse je kaq modest? Tha, dëgjoj profesorin që të them një këshill. Vetëm Zoti tha është i madh. Ne jemi gjithë për tokë. Do të jemi sa më modest dhe se nëse je një këngëtar i suksesshëm, zërin e ke prej Zotit, ta ka dhënë Zoti dhunti, po si të themi si një zanat që ti të mbijetosh nga ai. Edhe mekaniku ka vlerën e vet, edhe mjeku ka vlerën e vet. Çdo njeri ka vlerën e vet. Do të më qenë sa më modest që me i dash të gjithë, nëse don që të doje Zoti dhe të arrish atje ku do ti të arrish. Edhe këtë e mban gjithmonë pas vetes. Edhe mundohem të jem sa më modest. Kjo është këshilla që ka shkoj, më thonë, e praktikoj këshilla jetësore profesorit që më kanë. Brava. Besir, para se ta përmbyllim, unë e di që je angazhuar edhe në Ahengje Familjare dhe në dasma me bendin tënd Ahengu Band, me cilët është edhe i realizuar edhe ky projekt. Më thuaj se si a del, si a kalon, sa të pëlqejnë dasmat, sa je aktiv edhe çfarë kërkohet më shumë nga Besiri dhe Ahengu Band? Fillimisht i përshëndes djemtë të bendit tim, Ahengu Band, janë djemë të jashtëzakonshëm, përkushtuar në punë, serios, edhe prej të cilëve kam përfituar shumë, punojmë bashkë, ne jemi si grup, të quaj, të cilët mundohemi edhe në Ahengje, në dasma, në mbrëmje, ka performojmë, të jemi pak sa më të veçantë. Ne ushtrojmë, kemi repertoarin tonë dhe mundohemi të jemi më të veçantë, të prekim gjitha pikat, edhe pak komerciale, më shumë Mirëfillt popullore, pak zbavice, që ta gjenë veten të gjitha moshët, të gjitha grupë moshës. Ketë një laramani në program. Po, ketë një laramani në program. Dasmat i dua, nuk mund të them që nuk i dua, janë pjesa e jonë tradicionale, për të cilës nuk kemi ku të ikim, ne jemi shqiptarë, jemi këto që jemi, do të ruajmë traditat tona, por mos ta teprojmë deri diku. Dhe nga cili aspekt e keni fjalën mos ta teprojmë? Po mos ta teprojmë me muzikat huaja. Aha. Kemi këngë tona shumë. Mos ta teprojmë me këngë huaja, ti huazojmë, domethënë, pse ka nevojë të marrim këngë të tjera. Kemi muzikën tonë të Mirëfillt shqipe, ku po gjithë mund na marrin shembull, gjithë popujt. E vërtet. Një ndër popujt që kemi muzikë më të gjerë dhe më të bukur. Ashtu se dhe si kemi edhe alfabetin, shkronjat, ashtu edhe muzika, edhe shumë sende tjera dhe nuk ka nevojë të huazojmë prej asnjë popujt tjetër. Dhe si bëhet planifikimi i rezervimeve, sa përpara zakonisht ju rezervojnë, çfarë prezentoni dhe për çfarë njiheni më shumë? Nga ajo që keni laramani në programin e dasmës ose? Po. Ne kemi një pjesë të saktuar të klientelës tonë. Ma shumë na dëgjojnë ato që preferojnë muzikë edhe pak më kulturore, pak më artistike, pak më zbavice, jo shumë komerciale. Rezervimet janë
dikun një ose 2 vite përpara, bëhen. Që do të thotë për vitin 2026 janë bërë rezervime? Po, janë plotësuar për 2026-ën, edhe për 2027 ka disa datat të rezervuara. Dhe kështu funksionojmë në këtë stil, domethënë. Që do të thotë mirja dilni, përderisa rezervimet kanë mbaruar, jemi në rregull. Po, ajo sezona e kulmi sezonës, që ftohet, ajo... Korriku gushti. Po, ato datat më që janë të rezervuara, për ndryshe viti është shumë i gjatë dhe ka hapësirë. Po, dyshim. Besir, unë të falenderoj jashtëzakonisht shumë që u bëre pjesë e ritmit ditës, ishte shumë kënaqësi që ta ndajmë këtë mëngjes së bashku dhe të flasim për karrierën tënde muzikore për herë të parë në studion tonë televizive. Unë të uroj shumë suksese në rrugën tënde artistike, na vish edhe me shumë projekte të tjera dhe jo vetëm me balada, dhe pse kjo ishte e mrekullueshme, por unë dua që të shoh edhe më lart edhe me shumë bashkëpunime të tjera me artistë të tjerë muzikor, sepse vërtet je një emër që duhet të rritet edhe më tepër. Faleminderit shumë, kënaqësia ishte imja që isha pjesë e emisionit tuaj kaq të bukur. Jam ndjetë si në shtëpinë time. Shumë faleminderit. Kjo është më e mira që na thon edhe gjithë mysafirët. Shumë faleminderit.